Gjykata Evropiane e Drejtat e Njerëzit në Strasburg, e cila është gjykata që zbaton konventën, ka dalë në përfundimin në raste të ndryshme, në të cilën dhe paraja fizike, paraja cash është pronë. Dhe mohimi i saj ose kufizimi i përdorimit të saj është një kufizim dhe një cënim i të drejtës së pronësisë. Pra unë kam para cash dhe unë këto, nëse ti do më nxjerrësh të paligjshme, unë i bi që duhet i dorëzoj pranë autoritetet shtetërore. Ky është një formë shpronësimi, pra ti po më merr një aset edhe po më thua që do i depozitosh domosdoshmërisht në llogari. Pavarësisht se ti nuk zhvishesh nga pjesa e vlerës, sepse ato para që ti i ke fizike tani do jetë një numër në llogari bankare, ti të ikën një pjesë e të drejtave mbi këtë pasuri, mbi këtë pronë, mbi tjetërsimin, ruajtjen, disponimin e saj. Që në vetvete nuk mund të jetë si ndalim kurse si në vlera absolute.